Faleminderit drejtues për prezantimin e raportit dhe faleminderit gjithë strukturës për punën e kryer. Unë kam një pyetje shumë shkurtër, do t'ja kthesha pak çështjes së ngarkesës që e ngrit zoti Staka. Pa hequr asgjë pyetjes që ai bëri dhe përgjigjes tuaj. Por vërej që nga të 2/3 e ngarkesës aktuale janë çështje të mbartura. Po ashtu në raport thuhet se gati një pjesë e mirë e çështjeve, gati 29% e çështjeve pasi përfundon hetimi i shkojnë prokurisë jurisdiksionit të përgjithshëm. Ndërkohë numri i çështjeve dërguara në gjykatë është i ulët, gati 20% diçka e tillë. Dhe të gjitha këto të dhëna duhet të lidh me shqetësimin tuaj rreth statusit të prokurorëve pas mbarimit të mandatit tek SPAK. Një çështje e cila është ngritur edhe nga drejtuesit para jush, rregullisht, por një çështje e cila nuk ka sot një adresim apo një përgjigje të qartë se çfarë do ndodh me ju. Pavarësisht kësaj, pyetja ime është, në vlerësimin tuaj, si do të ndikoj fakti që shumë shpejt, gati për 1 apo 2 vjet, një pjesë e mirë e prokurorëve të strukturës posaçme do t'ju mbarë mandati, do vinë prokurorë të rinj. Si do ndikoj kjo në çështjet e mëdha që janë ose pritet të shkojnë në gjykim? Në lidhje me sektorin e ekspertizës pranë SPAK, se telefonat celular përbëjnë vazhdimisht rreth 70 deri 75% të provave totale. Duket ndoshta kërkon një sqarim nga ana juaj, pse duket se u gjithë veprimtaria e SPAK-ut nga 2/3 e saj fokusohen ke sekuestrimit celularëve. Dhe si e shihni ju këtë provë në dritën e veprimtarisë dhe vendimmarrjes gjykatës kushtetuese aktuale apo asaj që pritet të vijë? Faleminderit. Faleminderit për pyetjet. Është vërtet që ka një numër çështjesh të mbartura. Puri e posaçme ka miratuar një strategji të posaçme për reduktimin e numrit të çështjeve të mbartura. Është vënë zbatim nga muaji shtator i vitit 2025 dhe ka objektiva të qarta me data të caktuara. Objektivi datës 31 dhjetor është përmbushur dhe ngelen disa objektive të tjera që është 30 qershori dhe fundi i dhjetorit 2026. Ka një komision të posaçëm që e mbikëqyr se si zbatohet kjo strategji dhe kjo është një veprimtari që komisioni kryen çdo 3 muaj. Dhe është duke u punuar dhe mendoj që jemi në hapa të mirë. Një ndër shkaqet që çështjet e mbartura janë në të numër është edhe fakti që sot struktura është e plotësuar, por nuk ka qenë kështu në vitin 2019, 20 deri në vitin 2022 dhe 2023. Vetëm atëherë struktura është plotësuar. Megjithatë ka hapa pozitiv në këtë drejtim. Se si do ndikoj dyshimi i prokurorëve, nuk duam që të jemi pesimist, por realist. Është shumë e ndryshme mënyra se si e heton dhe e profesion në gjykim një prokuror që ka eksperiencë të gjatë kohore, që e njeh çështjen, që mund të ketë një hetim 3 vjeçar dhe një proces gjyqësor 2 vjeçar, një prokuror që vjen në ditën e parë dhe përballet me një grup kriminal apo me një organizatë kriminale, duke patur parasysh që se kanë as eksperiencën e mëparshme për të hetuar dhe të marrë pjesë në gjykim. Proceset gjyqësore do vazhdojnë me të njëjtën shpejtësi, po themi, sepse aty është gjykata që përcakton hijueshmërinë e gjykimit, kurse në hetim patjetër që kjo do ndikojë dhe do ngadalësojë shpejtësinë e hetimeve dhe rezultatet për çështjen konkrete. Diçka që do jetë e përkohshme patjetër. Për sa i përket ekspertizave, aty është bërë në raport diferenca midis pajisjeve kompjuterike dhe aparateve telefonat celular. Dhe sigurisht që telefonat celular kanë numrin më të madh sepse janë senet më të përdorshme se sa pajisjet kompjuterike. Është një numër, unë do thosha, normal. Me daljen e vendimit të gjykatës
kushtetuese, prokuroria ka ndryshuar procedurën e kqyrjes, sekuestrimit dhe marrjes të dhënave telefonave celular, prokurorët i drejtohen gjykatës, jo vetëm në momentin e kontrollit, por edhe për të marrë autorizimin e gjykatës për të marrë të dhënat nga telefoni celular dhe për t'i përdorur ato. Edhe pse ende nuk ka një ndryshim ligjor në procedurë që duhet jetë, e duhet bërë një kohë shumë të shkurtër që të përcaktojë rregulla më të qarta se si bëhet kërkesa, se si do bëhet gjykimi i kërkesës, kush është procedura e tjerë. Ne kemi filluar ta zbatojmë në mënyrë direkte atë vendim të gjykatës kushtetuese, pra aq sa e mendojmë të zbatueshme. Po kështu edhe gjykatat e posaçme. Nga ana tjetër, prokuroria ka ngritur edhe një grup pune të posaçëm për të bërë një udhëzim të përgjithshëm me qëllim për të rregulluar nga ana juridike situatën se si ne duhet të kryejmë veprimet, por edhe për të unifikuar veprimet e prokurorëve. Jemi, nuk po them në fundin e punës, sepse presim të zhvillohet edhe pak praktika e gjykatës në mënyrë që të jemi sa më të saktë të qartë në përgatitjen e atij udhëzimi. Faleminderit. Edhe herë sa për sqarim. Tek faqe 72, se nështë nuk u qatë shohën, tek faqe 72 raportit tuaj, thoni tek pika e dytë, tek marrëdhëniet ndërkombëtare, vjen të mbetet problematikë gjatë punës së asur nga sektori i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe hetimet përbashkëta mungesa kompetencës për shqyrtimin e kërkesave të autoritetit të huaja lidhur me njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja në Shqipëri, në ngarkim të shtetasve shqiptar për vepra penale për cilat prokuroria e posaçme kanë kompetencë në 75 saj Kodit Procedurës Penale dhe vazhdon. 2. Prokuroria e posaçme nuk mund shqyrtojë kërkesat e autoriteteve të huaja për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale për vepra penale që ka kompetencë sipas ligjit kaq dhe ka prokurorit e rrethët. Dhe treta, prokuroria e posaçme nuk mund pasqesë një kërkesë për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të gjykatës posaçme nga një shtet i huaj në rastin kur ky vendim nuk mund të ekzekutohet brenda territorit shqiptar ose në rastin kur një shtet i huaj refuzon ekstradimin sepse ka prokuroria e përgjithshme. Pa pyetja është, në të cilët asaj pyetjes dytë, ju keni ngritur 3 problematike dhe unë jam dakord me këtë, po mora përgjigje sikur Pyetja e parë se kuptova unë ishte për letër porosit dhe kërkesat për ndihmë juridike. Kërkesat për njohjen e vendimeve, në leson që janë është institut tjetër, ka një procedurë tjetër. Kjo nuk është sot e rregulluar, është në të njëjtën formë siç është paraqitur në raport. Nuk është kompetenca e prokurorisë posaçme sot që të bëj kërkesat për njohjen e vendimeve të autoritetit të huaja për veprat penale që janë të njëjta me ato që SPAK-u ka në kompetencën lëndore. Mendojmë që është një ndryshim ligjor i nevojshëm. Rrit ngarkesën, por është i nevojshëm dhe i domosdoshëm, sepse autoriteti që ka në kompetencë shkrim organizuar apo veprat të tjera që lidhen me organizata kriminale, grupe kriminale, është prokuroria e posaçme dhe duhet të jetë po ky autoritet i cili do të ketë rolin në njohjen e vendimeve në Shqipëri, sepse nuk është thjesht procedurë, por është edhe informacion, është edhe raport që SPAK-u krijon me institucionet homologe në vende të tjera. Dhe prandaj është domosdoshme që të jenë të unifikuar në një institucion. Unë jam plotësisht dakord ndaj ndjetimin, problemi është që a janë bërë këto propozime dhe a janë adresuar në vendet e duhura, apo në komision, në qeveri, Siç është adresuar në raport para këshillar të prokurorisë, është adresuar si problematikë edhe në Komisionin e Ligjeve, edhe në Parlamentin e Shqipërisë. Do doja të dija përveç tjerash, veç sa është paraqitur në raport edhe shifrave, SPAK-u ka një impakt, ju e dini, struktura ka një impakt shumë të lartë në opinionin publik, edhe është ndoshta institucioni më e klikuar, po themi, nga ana e publikut.
Si e keni pasur ju raportin me publikun nëpërmjet medias, të dhënat pra që struktura zgjedh t'i jap publikut nëpërmjet medias, sepse shpesh në media rrjedhin edhe të dhëna sensitive nga procedimet të ndryshme penale, që pastaj një pjesë e tyre ndoshta prishin në një farë mënyrë edhe hetimin. Cili është raporti që SPAK-u ka mbajtur në këtë drejtim? I jepen medias të dhënat e mjaftueshme, apo ato si sqarohet raporti që struktura ka me mediat, sa është lloji apo masa që SPAK-u mund të jap medias, dhe pastaj cili është këndvështrimi juaj më tej në këtë drejtim? Ose çfarë perspektivë keni në raport me këtë? Nderit, patjetër që interesi i publikut dhe i medias është i lartë për punë e përditshme të SPAK-ut. Por me një anë kemi interesin, nevojën për të ditur, por nga ana tjetër kemi dhe interesat e institucionit për ruajtjen e sekretit timor dhe suksesin e çështjes, që hetimet të mos dëmtohen, por edhe mbrojtjen të dhënave personale të personave që hetohen. Raporti i SPAK-ut me media është publik dhe transparent. Ne njoftojmë median, SPAK-u njofton median, me anë të njoftimeve publike, të njoftuara në faqen zyrtare të SPAK-ut, ose njoftimeve që SPAK-u bën në rrjetet sociale, që menaxhojnë prej tyre. Komunikimi me median në mënyrë të ndryshme, që nuk është në një nga ato format, dhe që nuk kryhet nëpërmjet këshilltarit për mediat, është një veprim që nuk lejohet, që përbën shkelje disiplinore, por sipas rastit mund të sillet dhe përgjegjësi penale. Unë si drejtues, po edhe më parë si prokuror, konstatojnë në raste të veçanta që në media diskutohen dhe përmenden të dhëna për hetimin apo edhe të dhëna personale. Por në momentin kur këto të dhëna dalin dhe bëhen publike, nuk lidhen me procesin e hetimit. Unë personalisht verifikoj pothuajse çdo rast kur një gjë e tillë ndodh, me qëllim për të parandaluar dëmin që mund t'i bëhet një hetimi, por edhe imazhi i institucionit. Këto publikime lidhen në momentin që mbrojtësit njihen me aktet, njihet me akuzën, njihet me vendimin, apo me aktet të tjera gjatë procesit, jo vetëm gjyqësor, por edhe gjatë fazës paraprake, apo dhe gjatë fazës ekzekutimit të masave të sigurimit. Dhe këtu kemi të bëjmë me një numër të madh mandevrësh, numër të madh mbrojtësish, dhe ata kanë mundësinë objektive që edhe t'i shpërndajnë në media apo gazetarët të caktuar. Ose dhe të pandehur nga marrëdhëniet që ta mund të kenë apo çfarë mendojnë interes të momentit. Megjithatë, qëndrimi i prokurisë është që thash, çdo komunikim me media është nëpërmjet rrugës zyrtare, me komunikim zyrtar, koordinatorit për mediat apo takimeve që mund të ketë drejtuesi i prokurisë, apo intervistave apo kërkesave për informacione dhe për pyetje konkrete që ne i marrim zyrtarisht dhe u kthejmë përgjigje zyrtarisht. Dhe në raport keni edhe një numër të caktuar, qoftë të intervistave, qoftë të njoftimeve, qoftë edhe kërkesave për informacion që vinë në mënyrë të përditshme nga mediat. Dhe secila prej tyre merr përgjigje brenda fatit ligjor 15 ditor. Ndërsa dhe një edhe tjetër që lidhet me volumin e hetimit të pastrimit të parave. Dhe të tjera shumë e rëndësishme, edhe dënat që ju keni dhënë po thoni që në raport duhet të theksohet se procedimet për të vepër penale lidhen kryesisht me çështje komplekse të karakterizuara nga vlerat të mëdha financiare, përdorimi i skemave, saktësimit të pastrimit të parave dhe lidhjet e drejtpërdrejta me veprimtari kriminale të organizuara. Në këtë kontekst, pavarësisht luhatjeve vetore në numër, sepse normalisht nëse referohemi të dhënave ka luhatje nga viti në vit për veprën penale të pastrimit të parave, fokusi i hetimeve ka qenë i orientuar drejt rasteve me kompleksitet dhe ndikim të lartë financiar.
thoni në këtë pikë? Perspektiva juaj në raport me veprat penale të pastrimit të parave, dhe a keni ju asete të posaçme në këtë drejtim? Pra, kur them asete të posaçme, kam parasysh ekspert të karakterit ekonomik apo edhe hetues të specializuar në këtë drejtim. Vepra e pastrimit të parave si veprë veçantë, siç e dini, nuk është kompetencën e SPAK-ut. Ajo është në kompetencën e SPAK-ut vetëm kur vjen e lidhur me vepër tjetër që është në kompetencën e SPAK-ut, qoftë natyrës korruptive apo dhe krimi organizuar. Lufta kundër pastrimit të parave dhe jo vetëm dëshkimi penal, por edhe goditja e aseteve, sekuestrimi dhe konfiskimi i produkteve, i pasurive të barazvlefshme apo i pasurive të pajustifikuara, është një ndër prioritetet kryesor të SPAK-ut, që gjen vend jo vetëm në strategjinë e miratuar të strukturës së posaçme, por edhe në aktet ligjore që janë të miratuara në strukturën e posaçme, ku është edhe udhëzimi për hetimin financiar. Siç e dini, ne kemi një strukturë të veçantë që kryen vetëm hetime financiare, që është sektori hetim financiar, që këtë vit do bëhet nga 12 me 16 persona. Hetimi financiar në shpeshherë në praktik nuk kryet vetëm prej tyre, por kryet edhe nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit. Janë marrë masa deri tani, po do vazhdojnë dhe të merren për t'i pajisur hetuesit financiar me pajisje teknike dhe programe kompjuterike për të lehtësuar dhe për të rritur efikasitetin e tyre, dhe kjo do sjell më tepër shpejtësi në hetime, po do sjell edhe më tepër produkt. Po kështu janë marrë dhe janë duke marrë masa të tjera teknike që lidhen me mënyrën e gjumimit dhe zbulimit të kriptovalutave, dhe këtu nuk janë të përfshirë thjesht hetuesit financiar, por janë të përfshirë dhe hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit. Përveç pajisjeve teknike, janë një trup hetuesish që trajnohen në mënyrë të vazhdueshme, dhe përveç të trajnimeve, çështje pas çështje, duke bashkëpunuar me autoritetet të huaja që kanë më shumë eksperiencë, edhe kemi mësuar dhe kemi përveçsuar aftësi prej tyre, dhe për ta përmbledhur ky fenomen është një ndër objektivat kryesor të luftës SPAK-ut ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Duke qenë se pyetje duket që janë ezauruar, se po, nuk kam kërkesa për pyetje ose komente. Nuk e di nëse ju keni ndonjë kërkesë në adresë të Këshillit Lart Prokurorisë lidhur me bashkëpunimin. Nuk kemi një kërkesë specifike. Falenderojmë Këshillin Lart Prokurorisë për mbështetjen e vazhdueshme që ju keni për punën tonë dhe për atë që ne bëjmë, dhe sigurisht do vijojmë që të krijojmë të frym me kuptimi dhe bashkëpunimi me Këshillin Lart Prokurorisë, dhe sa herë do të kemi nevojë për mbështetjen tuaj, ne do jemi transparent dhe do jemi në kontakt me ju. Faleminderit. Faleminderit. Të kush nga kolegët e tjerë tuaj? Nuk e. Mirë, faleminderit atëherë. Mund të vijoni suksese në punë. Ndoshëm kreun e SPAK Lodian Braho në raportimin e tij për vitin 2025 për punën e bërë nga SPAK në KLP, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.